Mülleri, që ka qenë drejtori i Gestapos, ka jetuar ku do thonë ju, në Tiranë. Falin e sektit Do të regoj në një histori të vogël fare. të Hitlerit, këta thanë aja është gjallë. I kemi lezuar në librat e historisë fillore. Po, librat po. Shiko, Stalini në një takim që pati Edhe Miloševići thonë është në Argentina. Në Marok ju tha kështu këtyre, i tha Churchillit, çam dini mua ju budalla, pse nuk e di unë që Hitlerin ju e keni çuar tha në Argentinë tha. Tha Stalini. Po, me forta është që Mülleri, që ka qenë drejtori i Gestapos, dyshoheshe nga shërbimet sekrete që deri në vitin 1970 ka jetuar ku do thonë ju, në Tiranë, në ambasadën e Vatikanit në Tiranë. Pra ka pasur dyshimet të mëdha. Se Amerikanët thanë po e hudhej Osama bin Ladenin deti. Pse? Po. Manush, ambasada ke Flora. Kubaneze thuaj, ka qenë ambasada e Kubës, ka pas marrëdhënie me Vatikanin. E Kubës i dërguar nga Vatikani, ke të drejtë atje në ajo.